Ju keni parasysh, i nderuar publik, metaforën që përdor kryeministri me kohët e fundit shumë intensivisht, metaforën e drejtësisë me peshorën dhe me shpatën. Dhe që thot shpatën ja kemi dhënë drejtësisë për të vepruar, ndërkohë kur shpatën e kishte para arsit ti. Realisht, këtu situata është pak më ndryshe, për arsye se ne kemi shumë probleme me peshoren, parë se të vendosi drejtësia duhet, ai që merr vendime duhet të krijojë një lloj peshore. Dhe këtu është prishur komplet balanca në rastin e Tragjasit, për arsye se në këtë peshore vihet re që rëndon totalisht menjëherë peshorja nga ana e tashtu quajtur investitor strategjik, që është një person, një oligark, dhe disbalancohet komplet balanca për arsye se nga ana tjetër komuniteti injorohet, një komunitet shumë i madh, shumë vital, me shumë histori, injorohet si komunitet. Injorohet dhe perspektiva e brezave të ardhshme të këtij komuniteti të gjerë. Dhe balanca shkon nga investitori strategjik.